Bulqiza është tronditur sërish nga ngjarje e rëndë që riktheu edhe një herë në qendër të vëmendjes së rrezikun me cilën po përballen çdo ditë minatorët e saj. Kujtim Dangri, vetëm 38 vjeç, humbi jetën në galeritë e Kromit në zonën D, pasi u ezëpo shëmbja e mineralit gjatë turnit të tij të punës. Policia ka reaguar menjëherë duke vënë në pranga brigadierin e punës dhe një teknik të minjerës, ndërsa është proceduar penalisht dhe drejtuesi teknik i subjektit. Hetimet e para tregojnë se personat përgjegjës nuk kishin marrëmasat e nevojshme për të garantuar kushtet e sigurisë teknike, duke ekspozuar jetën e punëtorëve ndaj një rreziku të madh. Ngjarja po hetohet për veprat penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë me pasojë vdekjen. Trupi pa jetë i minatorit u nxor nga kolegët e tij, të cilët u përpoqën të jepnin ndihmën e parë, por fatkeqësisht plagët e rënda të shkaktuara nga masivi i mineralit rezultuan fatale. Lajmi i kopshëm ka rënduar atmosferën në Bulqiz, ku puna në galeritë e Kromit prej dekadash shihet si një burim kryesor i mbijetesës, por edhe si burimi i dhjetra tragjedive. Familjarët dhe kolegët e viktimës e përshkruajnë kujtimin si një punëtor të qetë dhe të përkushtuar, i cili prej vitesh e siguronte bukën e gojës me punën në minjer. Ata kërkojnë që kjo ngjarje të mos kalojë si shumë raste të tjera, por të shërbejë për të marrë masa konkrete në rritjen e sigurisë në punë. Minjerat e Bulqizës prej kohësh është ndruar në një simbol të pasurisë së nëntokës shqiptare. Janë shoqëruar me një bilanc tragjik i jetësh të humbura, pavarësisht premtimeve për përmirësimin e kushteve të punës. Aksidentet vazhdojnë të përsëriten, duke zbuluar boshllëqe të mëdha në kontrollin teknik dhe mungesën e masave parandaluese. Pas kësaj ngjarje, autoritetet shtetërore kanë paralajmëruar masa më të rrepta kontrolli ndaj subjekteve minerale që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë. Hetimet pritet të përcaktojnë jo vetëm përgjegjësi direkt të stafit teknik, por edhe nëse drejtuesit e kompanisë kanë shkelur detyrimet ligjore që lidhen me garantimin e jetës së punëtorëve.